Një foto e papritur dhe tejet e ëmbël ka befasuar ndjekësit e Kiarës dhe Luizit këtë pasdite, ku protagonistja kryesore është, si gjithmonë, vogëlushja Luna Mari Eli, e cila këtë herë është fotografuar në një takim të veçantë me një nga ish-banorët e Big Brother, Heidi. Kiara Tito ka publikuar këtë moment në rrjetet sociale duke shkruar thjesht Luna Heidi shoqëruar me një zemër të kuqe, ndërsa në sfond duket Luna në krahët e Heidi Bacit me një pamje sa të pafajshme aq edhe kurioze, ndërsa Heidi e shikon me një buzëqeshje plot për këdheli. Vogëlushja Luna duket gjithmonë e më shumë si një yll i vogël në rritje, e veshur me palë gjinse dhe një bluzë të bardhë, me flokët e mbledhura në një bisht të vogël lart, si për të përforcuar ëmbëlsinë e saj që rrëmben çdo zemër. Fotoja ka shkaktuar një mori reagimesh të menjëhershme në rrjet, ku ndjekësit kanë shpërthyer në komente të mbushura me emocione, duke komplimentuar pamjen e Lunës dhe duke e vlerësuar këtë moment si një nga ato që ngrohin shpirtin. Edhe pse pranë saj është një nga vajzat më të ndjekura të edicionit të fundit të Big Brother, vëmendja nuk i është ndarë për asnjë çast Lunës, që tashmë është kthyer në simbolin e dashurisë dhe harmonisë që përçon familja Eli Tito. Komente si një princeshë e vogël, Luna na zbukuron ditën, apo s'ka më të bukur se kjo pamje, janë disa nga reagimet më të zakonshme në postimin e publikuar nga Kiara, e cila edhe kësaj here ka ndarë me ndjekësit një copës të jetës së saj të përditshme, që gjithmonë përcjell pozitivitet. Ky takim i papritur vjen pak ditë pasi çifti simpatik ndau momente nga një darkë romantike dhe gjithashtu disa postime të veçanta nga aktivitetet argëtuese me Lunën, duke treguar se, pavarësisht angazhimeve, ata i japin përparësi të plot kohës me vogëlushen e tyre. Luna Mari tashmë është kthyer në një ikon të vogël të dashurisë dhe lumturisë familjare, dhe çdo dalje e saj publike është një fest për ndjekësit që e ndjekin me zemër plot.